Të dashur miq, selam aleikum. Takohemi sot në datën 11 korrik i vitit 2026 dhe 11 qershor, 11 qershor. tash korrik, ë? Më ka hik pini. Edhe sa i keq emër, po sa i vërshie direkta. 11 qershor miq. I vitit 2026 jam lodh nga puna, më ka lodh Irani duke punu. Sa erdha nga puna nga Irani edhe jam helash. Edhe Mirë që ke punu, po me bereqet apo kot? Me bereqet puna apo kot? po jam i gjujta ca raketa shahida ndej nga Katari, nga gjujnë ata. Po inshallah, kap. U mora me ca flamingo, kështu që sjell Irani ndej nga Shqipëria. Miq, sot me Gjergjin do bisedojmë për luftën hibride, në mjep adrenalin, që po bën Irani kundër Shqipërisë, se Rama do më thënë nga që s'ka që i bën gomarit, i bie Samarit, dhe do flasim gjithashtu edhe për videon që lëshoi dje për media ambasadorja izraelite Galit Peleg, edhe për lajmin më të fundit që me sa duket amerikanët i kanë hequr non gratën Berishës, e cila, sipas mendimit tim, my humble, si quhet humble opinion në Shqip, të thjesht, jo, no, si quhet humble, Mendimi tim modest, mendimi tim modest. sipas mendimit tim modest, do më thënë, nëse kjo është e vërtet që amerikanët ja kanë hequr Berishës atë non gratën, i bie që ajo që unë me Gjergjin kemi hipotezuar në videon e kaluar, e daljen e tropojande të Berishës në shesh dhe me ngritjen e flamujve amerikan, ndoshta është e vërtet, domethënë ndoshta Berisha mund të ketë bërë ndonjë pazar me amerikanët. Gjergji, nga do ta fillojmë? Ta fillojmë nga Berisha se o gjoja më e kollaj. Filloj me Berisha, unë s'kam nerva, më ka lodh Irani sot shumë, jam lodh me Iranin edhe. Hmm. Na kanë na, kanë- na Atëherë, kanë na kanë edhe bombarduar amerikanët, na kanë bën nomin, deri këtu kanë ardhur bombat amerikanëve. Ha. nxjerrja e Berishës nga Depua, si ato pajisjet e dimrit që lehen gjithë pranverën e verën Depo dhe nga fundi tetorit nxirren, tregoi që kishte dalë shejtani nga shishja në Tiranë. Pra, ajo që filloi jo e vogël, jo teli që e shkuli ose tentoi me shkuli për ta shkulur profesor Guri, jo flamenco, jo zhaba, jo u kthye në një ortek. Pra malit ishte i kryur, por në fund malit orteku mori përpara pemë, shtëpi, ndërtesa, shkuli rrugën e tjerë e tjerë. Tani, u përdor çdo mjet për ta rifutur shejtanin në shishe, në mënyrë figurative. U përdorën gjithfar lyredelesh dështuan. U përdorën nga ato që fabrikohen si të shoqërisë civile, të lidhur edhe me agjenturat, jo gjithmonë anti-shqiptare agjenturat, dështuan. Dështoi ai Dukaqoti që e kemi pa dhe ke Veliera Ndurrës që e sollën për të sabotuar protestën ke Veliera, ku spikaste Aulon Bej Kalaja. Dhe deri ku arriti fare suksesi ai edhe me dhunë ke Veliera. Dështoi ai tjetri si kishte Xhamal Çeçaj kisha ai që dilte në fotografi me atë lesbiken anti-shqiptare Juri Kimin, që lavdizoti sot është pa punë, e falenderonte se kishte dhënë ca lek. Dështoi këto kalamaqërit e tjerë të Sorosit, po me brek të reja, dështuan të gjithë. Dështuan. Edhe mbajtja e mikrofonit s'ka më vlerë sepse rrezja e mikrofonit është ke 10% në rastin më të mirë të protestuesve. Parrullat anti-Kushner, parrullat kundra hajdutërisë izraelite në Shqipëri, urrëtia kundra Izraelit, belecitohen çfarë don antisemitizëm e tjerë, do sqaroj më vonë këtë, treguan që shejtani nuk futet prapë në shishe. Shqiptarëve i ka ardhur majt hunës.
Tani, to duan të luajnë kartën Berisha. Unë e thash, to është në Eritan Ceka ke ura Lanës. Ja, i kishin qitë prapë në Eritanin, edhe ai kishe folë kundra protestave, si duket dhe i 101 vjeç, të spionët e sigurimit prapë punojnë. Pra, Neritani pati kredibilitet ke mileti dhe e hoqi nga ura e Lanës. Nuk sulmon bllokun, sulmon brondin e Dullës. Sot Neritanët, përfshi dhe Berishën, nuk kanë më kredibilitet dhe këtu është karma is a bitch, se vetë Amerikanët e shkatërruan goxha kredibilitetin e Berishës. E trajtuan si leck, dhe tani thonë jo, nuk është leck, është mnafsh. Po është leck këmësh. Jo, është mëndafsh, se tapura. E kupton? Pra, nuk kanë më kredibilitet. Pra, në 98-ën Berisha thoi, dërzoja një tanket gardës, dërzoheshin tanket. Tani, lavdi zotit s'kemi më tanke, por nëse Berisha thot shkonin në shtëpi, njerëzit do e përqeshin. Dhe unë do shoh ke protesta tjetër. Duke filluar që sonte. A do jem parullat Berisha mut, Rama mut, a do jem parullat Berisha Burg, Rama Burg, po këto parulla maroj. Ka një kontingent të vockël Berisha boksierësh. Nuk mjafton. Leqjerë janë jo profesional. Ato se mbrojtën Berishën kur hongri grushin durive. Po ti bodyguard ato e pilafat e para se grushin të arrinte Berishën. I pa që është akoma gjallë në Burg ai. Ka të gala. Pra, të tillë spaf nuk kanë çfarë të bëjnë. Nuk mund të përdorësh ato që ishin 30 vjeç në 91 ishin të përdorë sot, që janë 66 vjeç. Kanë dalë pension. Aq i kemi në 65 dhe pension në Shqipëri. Kështu që i bijem shkurt punës, edhe heqja e mosdhënies së vizës, se nuk është tamam non grata, e shpikshin këto socialistë debilër, ajo është mos e qenë i përshtatshëm për të marrë vizë. Ndalim hyrje. Ndalim hyrje, mosdhënie vizë. Edhe ajo heqje, pra që e përmirëson si Berishën nga militantët vet, nuk mjafton. Berisha nuk i mobilizon dot militantët që të shkojnë të rrafin pjesën tjetër dhe të mbyllin në protestën. Nuk e bën dot. Nofta një dorëheqje Ramës, edhe mund ta mbyllë protestën, por nuk i dihet. Nuk i dihet ta mbyllë se tentoi edhe Ramiz Alia në 90, hoqi një 5-6 antar byroje, me dorëheqje si Follo Çami, ca i shkarkoi, por nuk u mbyll protesta. Do sjellë shembull nga 90-ta. Doli Berisha, lavdroi Ramizin atëherë, komisari, komandanti, njësive partizane që luftojnë Kosovë, e fërshëllyen. Kërkoi që të ktheheshin auditor, se ashtu ishte porosia shokut Xhelil Joni. Studentët nuk u kthyen në auditor. Para Berishës që kishte një emër të mirë, që kishte shkruar ke Gazeta Drita, më duket një goxha artikull, që kishte shkruar një 2 artikuj të vegjël ke gazeta revista prestigjioze si Nature, doli Lek Bezhani, mosha ime datëlindja 66, shefi katedrës italishtes. Thuaj se askush i krahasuar me Berishën, Dhe tha, Ramiz Alia ju gënjeu me një luk bosh, asnjë në auditor. Nuk e përshëlleu njëri Berishës Ramiz Alis, nuk shku studentët në auditor. U thellua kriza, komunistët gjithnjë më vështirë kishin ta menaxhonin krizën. Dolën jashtë xhironit, jo këto subjekte pavarur elektorale, jo gratë, jo veteranët, jo që ishin këto rinia, BRPSH-ja, BRBR, dolën le më bërthamkën ekologjike të Kiçoblushit. Dhe filloi betejë tamam elektorale. U rekuperu disi, por aty u kuptui që nuk kishte më. Kur Berisha nuk arriti të vente studentët dhe një pjesë mirë popullit Tiranës në Brazë, në dhjetor të 1990-s, pas sot. Po është edhe mosha biologjike më. Është edhe mosha biologjike. Gocët e mia e kanë vështirë të merren vesh me këto 18-20 vjeçarët. Njëra është datëlindja 98, tjetra është datëlindja 99. Kanë vështirë. Jo me Berisha, që është stërgjysh për ato. Ato të fillojnë tallin, çfarë do i rrash? Po prindet atyre pastaj qisin syt. Marrin kosorrën nda presin kokën, ty edhe kushdo nga ato trimat që ke me vete. Çfarë do i rrafësh 20 vjeçare ti? Po e kupton? E në tjetë moma e dame nga baba, dhe baba tjetë mërgim, moma do vi me pirun, do të nxjerrë syt, se i ke rraf çunin apo gocën 18-20 vjeç. Atë që parashikon të Ramizi, që po t'i vrasim qytetin studenti, do na ngrihet Tirana, do na hajt gjallë, do hapen depo të armëve. Ishe vizionar, me thonë drejtë Ramizin atë kohë. Pra,
Kush ja përshëlloi nga 20 vjeçarët Berishës? Do thushi që ato rrifen kollaj. Po rrifen, po imagjinoj që aty ka shumë njerëz që kanë dalë demonstrat me kalamoj të vegjël edhe me karroca. Imagjino trimat e Berishës që mund të bëjnë dhunë, aq pak se e kanë ngel, të plagosin, jo të vrasin në kalamoj të vogël ose në bebe karrocë. E kupton që i shkoi ke që quhet ajo shtëpia që ka ai ke Mustafa Matohiti dhe i hypin deri në shtëpi doktorit. Ky është një idiotizëm i diplomatëve dembel dhe deri diku debil amerikan në Tiranë. Është një kartë që nuk vepron më, nuk vepron ose vetë ato e kanë degeneru. Tani nuk mund të thonë është si puna ti të burrit që e shante grun kurv dhe pastaj u rimartua. Më fal po. Ti e dave për kurvëri. Si e more prapë? Jo, po se ashtu ishe i punë. Ishe kurv, por nuk ishe shumë kurv. Pra, idiotizmi që bën amerikanët që e zmontuan Berishën, që lanë të tashkilin me këmbë varikarlot e gazetarisë shqiptare, sot e bën Berishën një kartë të pamundur për ta menaxhuar protestën. Protesta do vazhdoj. Po të përdoret dhunë, ato prindër të 20 vjeçarëve do t'i kesh nesër protestë. Se kjo është i shtyp. Po edhe i shtyp. Po edhe ai më intelektuali dhe më ai më i buti. Po operator kompjuter është 45 vjeç, ai ka 20 vjeç çunin. Ai do mori laptopin, do t'i bim kokë ndash policit e ndash tropojanit Berishës. Se i ka prek çuni 20 vjeç apo gozën 20 vjeç, nuk i shef më, nuk i bëjnë më dritë syt këtyre njerëzve. Nuk është kollaj, domethënë. Pa le pastaj të jetë familje me kalamot vogël që rrëzojnë karrocën e bebes e ti plagoset, jo ti vritet bebja. Është një situatë shumë e rëndë. Unë nuk e kuptoj pse diplomatët amerikanë nuk kujtuan kaq vonë për ta rehabilituar Berishën. S'ka më kohë, ka ra Berlini. Ka ra me Berlini. Nuk punohet më me letrat vjetra. Nuk punohet më. Është fiks ajo që ndorën Dubčeku nga magazina në 89-ën Çeki se do e menaxhonte Dubčeku. Ky nuk është komunist i keq se ka dash me dallon Cakova me liri shtesë, po kanë rruj gjonat, nuk ka duhet Dubčeku. Pra, aq sa Dubčeku nuk pati mundësi ta modifikonte revolucionin që filloi në sheshin Vanceslav në Prag, ai do ketë edhe Berisha mundësi. Populli i Pragës doli se ju rrafën kalamojt student. Morë po kishe raste që dhe policët kishe rraf kushërit e vetë student në Prag. Është e njëjta gjë. Unë daljen e Berishës nuk e shoh efekt shme. Protesta do vazhdoj. Po aq sa ai që dilte e falendronte Juri Kimi që kishte dhënë lek, Xhemal që kishe ai, po ai der ka edhe Berisha. Më vjen shumë për atë njerëz, është tragjedi për të, por Xhagorioi është Xhagorio. Papa Gorio, vje keq, Xhagorioi është Xhagorio, ka marrë puna Xhagorioi. Amerikanët s'duan ta kuptojnë këtë, okay, le ta përdorin, po su hyn punë. Po e përsëris, është një problem shumë i madh. E vetmja mënyrë është dhënia dorëheqjes së Ramës, por Rama se jep dorëheqjen, se ajo edhe mund t'i rrej njerëzit. Mund mbledhësh pastaj po këto kallam kusurit, këto tepelenërat e këto e të krijosh qeveri teknike, atë bordi leshi preshi, por pa dorëheqjen atit kjo s'mjafton. Dhe dorëheqja atit do shoqërohet detyrimisht edhe me zmbrapsjen e këtyre oligarkëve që në fakt janë veglat e Ramës. Pse? U tentua të përdoreshin kundra meje këto të rjollit. Pra ato merreshin me mur, ndërkohë që vazhdonte muri atje që gardi që është bërë në rjoll është i ngjashëm me gardin e çifutëve në Gaza. Dhe ai nuk bëhet për gjysore, ai do ditë që të bëhet ai gard. Tani ato thonë do ta heqim. Ç'do të bëjnë? Se ato kush e di çau premtuan dhe lan tokat e stërgjyshërve për të bërë protagonist në Tiranë. Dhe kur e diguar e ka lanë protestën ditën e Shënanojit. Tani sa katolik mund të lejnë kishën e Shënanojit për të shkuar në rjoll për t'i përkrah. Ma kollaj shkoj unë ortodoks apo musliman se sa katolikët. Vetëm lënia e protestës datë 13, unë mendoj që dikush nga ato të rjollit ka shit tokat e veta, o ka mori dorë lekësh po ja fus katunarëve bashkëtarëve të mi. Nuk ka shpjegim tjetër. Po mirë, vazhdojmë ne. Po pse, se tani vodhën edhe plazhin e Darzezës, punë ditësh do jetë edhe ndër nena si
në Libosha për fjerit. Po mirë me, ato la lucët atje, nuk ka rëndësi, plus elementi çam, plus elementi kosovar në zonë, plus to mallakastriotet që ka ra poshtë në fush, nuk do e mbrojnë plazhin e Ndërnenasit, nuk do e mbrojnë plazhin e Darzezës. Nuk ka me ti. Po pse Dursakët nuk do ngrejnë kundra portit Kastratit? Do bëj portin unë dhe do prish atë të pombave të hidrovorit. Çmendurime. Sa do budallëj të jenë banorët e Knetës do të kthjellohen. Do vi moment po përmbytemi 5-6 herë në vit. Dhe na premtohet dëmshpërblimi, kur na japin, se u dha dëmshpërblimi 2019-s. Pra mas 7 vjetësh u dha dëmshpërblimi. Kështu që ka ardhi moment që ndofta dhe dorëheqja e Ramës nuk mjafton. Duhet të zmbrapsen oligarkët. Është një nga këto të dukaqotët që siç thash prish edhe këtë ose tentoi me prish protestën ke Valiera, po ujtin atia do ja marrin, po dukatet do ja marrin toka se do bëjnë kështu panele fotovoltaike. Pra energji nga dielli, energji elektrike nga dielli. Po mirë me kur t'ja marrin ujin fshatrave të Labërisë, duhet shkojnë ke rezorti oligarkut Mane. Ato fshatra kanë luftuar trimërisht me këmishëzit italian, mbështetëm nga autoblinda, kanë luftuar me burrat më të trima të Dibrës, me Alin, me kaloshët e Dibrës, me kaloshët e Dibrës kanë luftuar trimërisht. Pra, ato kanë luftuar edhe nuk ishin vetëm partizanët e Hysni Kapos, se ishin dhe ballistët e Hysni Lepenicës. Tani ato s'do luftojnë për ujin e vet. Si do ja bëj? Zamiri, do çoj mercenar, siç tentuan me Malazez, edhe në Rjoll, edhe në Zvërnec, që nuk flet njeri për Malazezën se ashtu është i punë. Kjo është pyetja ime. Berisha ka shit gjithë kauzat deri tani, edhe kauzën e granatave me gaz do të sjellës izraelit, edhe të granatave serbe e shiti. Vetëm kauzën e granatave me gaz të skaduar italian nuk e shiti dot se u hapa ajo punë, por e zvogloi. Nuk shkroi letrën në emër të PD-s ke ambasada, nuk ju drejtua gjithë deputetëve, eurodeputetëve, senatorëve italian, pra i hodhi ujë benzinës që t'i ulej numri oktanit. Po ky njeri që deri tani është grefthys, sa pesh ka? Unë po e pyes doktor, se njihemi personalisht. Sa pesh ke ti? Sa do të përshëllej? Te bëj për të mirën e diplomatëve amerikanë, se po shkatërrojnë karrierën. Është një sherr që ku kemi vini familjes së Bides me familjen Trump. Është ka shkuar punë. Berisha është i bilingon në këtë sherr. Është bilingon, jo po shiko se ajo bilingona do të na rregullojë gjanat. Janë debil dipat amerikan, janë dembel fizik dhe dembel mendor. Unë heqjen e non gratës dhe përdorimin e Berishës për t'i fashitur protestat, për t'i fut në kalendat greke, mendoj që nuk do funksionoj. Do kemi gjona të lezetshme këto ditë. Deri të shtunën do kemi, ose dhe dielën, do kemi gjëra të lezetshme. Që sonte, po të ketë parrulla Berisha mut, Rama mut, dhe po të ketë parrulla Berisha në burg, Rama në burg, karta e non gratës nuk do ketë vlerë. Edhe sikur përveshen ato pak militanë që janë salës, akoma më keq. Do i këtë gjithë popullit të Tiranës kundra. Do i shkojti të djegin Selin, si që kupton me djeg Selin e PS-s. Është shumë e kjo. Këtë ka eksperimentuar Ramiz Alia, mori nga Garja Karierit e Tartë, klasika i armatosi me ujë gardhi që të rrifshin demonstratagjit në 14 dhjetorin 1990. Jo e para ato hodhën ujët e gardhit dhe ikën për shtëpia. Filluan edhe ushtarët e kufinit hillshin automatikun, që ishin me demek ushtarë elit, zgjedhur me biografi të mira etj. Pra nuk i shkon përdorimi i me demek muskujve të leshit kundra demonstratagjive. Do bëhet nami po guxoj Berisha në efektin e moshës, të lodhjes trunore etj. Ta eksperimentoj këtë. Mirë ambasada amerikane e kupton që do detyrohet të vejnë në punë planin Silver Wake bis. Ta ripërsërisin edhe herë atë planin Silver Wake. Nuk di a kanë Sea Stallion, a kanë ashtu Chinook, helikopterra Chinook për të bërë evakuimin. Dhe këtë e them me siguri absolute si njeri që ja marr me këto punë protestash që nga 14 dhjetori vitit 1990, bides 2-3 ditë para ke qytetit studenti. Kaq kisha për këtë, megjithatë të shohim protestën e sotme, punë 4-5 orësh. Do shohim, po.
Gjergji, përveç Berishës, që sikur ne pak a shumë, të paktën unë, nuk e di, nuk e mbaj mend për ty, po e nuhata që po bëhej një lojë e madhe, që nga momenti që pash daljen e flamujve Amerikan në shesh dhe zarave të Berishës që nga Flavio Qorri e këta piranjat e qa ishin, ka ndodhur një zhvillim tjetër interesant. Ditën e djeshme kemi ambasadorin izraeliti që ka dalë dhe është kacafytur pak a shumë me protestuesit. Ta luaj videon dhe pastaj ta komentojmë. Një moment, se më duket se nuk dëgjohet, që bëj ta bëj kështu që ta bëj që ti dëgjohet zëri. Okay, good. Ja ta luaj këtë fjalimin, domethënë deklaratën e ambasadores Peleg. Yesterday, I published a post where I called the people who protest in the streets of Tirana to respect the flags of Israel that were hanged by the city on the occasion of the Israel Culture Week. There were a lot of comments. Some of them are supportive, some of them are against, some curses. And first of all, I would like to thank all of you that commented, because you contribute to the traffic of my social media. Now, the people that cursed, I don't want to respond to, because they don't respect me, they don't respect themselves, and I think according to their language, they don't respect their mothers. But I do want to say a few things about the comments that were written on my social media, because I think that there are some points that should be clarified. First of all, when people say we don't hate Jews, but we hate Zionists, I want to make sure that you know what Zionism means. Being a Zionist is just to believe that Jews have the right to have their own state, that Israel has the right to exist. It does not show any support of any this government or that government or this policy or that policy. It only shows that you agree that the Jews have the right to have their own state, just like Albanians have the right to have Albania. My second point is when people say I reject the project of Mr. Jared Kushner, and therefore I hate all the Jews or all the Israelis or all the Zionists, that makes you anti-Semite. Can you imagine that if I don't like someone who is Christian, I will say that I hate all Christians? Or if I don't like someone who is happen to be Muslim, and I say I hate all Muslims, that will make me a racist? Well, being anti-Semitic means, or anti-Semite means, that you generalize your feelings towards one person who happens to be Jewish, and then you declare that you hate all the Jews. And my last point is when people are expressing themselves in a racist way, in the anti-Semitic way, you don't harm Israel, you don't harm the Jews. I think what you do is you harm Albania, since Albania is known for its people that are very generous, and their hospitality and kindness are their brand name. When you are acting like this, and you are cursing, and you are attacking, you are damaging the name of Albania. Now, regarding to all the points that people commented about what Israel is doing in Albania, why we are doing it, what is happening in the Middle East, what is happening between Israel and Gaza, Israel and Lebanon, Israel and Iran, I'll be very happy to answer your question, and I promise that if you ask a question in a respectful way, I will respect you with an answer. So, who wants to be first? Place your questions here, and I promise that I will answer all of them. Thank you. Hello, everybody. Yesterday, I published a post where I called Ma ish pak zanin e Madam Ambasadores Peleg. Ja hoqja. Si e komenton deklaratën e Pelegës? Atëherë unë do ta filloj nga fundi komentin e deklaratës të Madam Ambasadores Peleg. Gjyshi im Stavro ka pason një shprehje: hesapi qëruar, pazari mbaruar. Mendoj që ka ardhur koha ta qërojmë hesapin me izraelitët. Ju lutem shumë të nderuar izraelit,
mos na e përmeni besën dhe shpëtimin e çifutëve shqiptarë dhe atyre të ardhur nga Ballkani e nga Evropa këtu gjatë luftës së dytë botërore. Atë borxh ja keni lanë shqiptarëve në sajt të punës së mirë të Zonjushës Levinski. Po mos ishe puna e mirë Zonjushës Levinski dhe shërbimi tuaj sekret, nuk do bindej presidenti Clinton ta bombardonte Kasapin, Milošević dhe Serbinë, se Serbia nuk ndryshon me Milošević, me Karađerđović, me që them unë, me Vučić, me Aleksandr Marko, nuk ndryshon, është e njëjta Serbi. Okay. Mos merremi me Aspiç të dorës së zezë, mos merremi me emra. Pra, zonja ambasadore, atarin e kemi mbaruar, shpëtuam jetë izraelitësh, shpëtuat jetë shqiptarësh Kosovë, ndoshta dhe në Republikën e Shqipërisë. Falenderoj publikisht Zonjushën Levinski, e meriton një monument në Prishtinë, ndoshta dhe në Tiranë Zonjusha Levinski. Falenderoj Mossadin tuaj, na ka bërë nder të madh, jemi 0-0. A clean sheet, thot anglezi. Tani të fillojmë me hesapin e ri. Hesapi qiruar, pazari mbaruar. Unë personalisht nuk urrej as Izraelin, as izraelitët, edhe sionistët unë nuk i urrej. Nuk i urrej mor sionistët. Unë urrej njerëz individ. Për shembull, unë nuk e urrej IDF-in, Forcën Mbrojtëse të Izraelit, Ushtrinë Izraelite. Ama urrej nga thellësia e shpirtit ato oficerë të IDF-it që vrau Shirinin, ikonën e gazetarisë palestineze, që si shqiptare, kishe krishterë. Çfarë thonë që ishte terroriste islamike duke qenë e krishterë praktikante, është konde në kish. Ishte edhe shtetase amerikane. Dhe ambasada amerikane në Izrael nuk ka thonë një llaf për të. Do bëhen hetime. Fal, nuk është se kanë kaluar ca ora sa ditë. Po, oficerin izraelit që tërhoqi këmbën e armës, unë urrej. Unë urrej ato ushtarak të Izraelit që përdosën sanktuarin e Shëngjergjit në jug të Libanit. Dhe nuk është falso siç ma kanë shkruar në Facebook kjo. Sepse kam pyetur katolik vendas, maronit, që gjaja 80 sa vjeç të dy çunat i ka pas në falang. Pra kanë luftuar me armë në dorë kundra palestinezëve, kanë luftuar me armë në dorë kundra milicisë Amal të shiitëve libanez. Dhe ato ishin tërbuar që ushtarakët tuaj prishën sanktuarin e San Giorgios, Shëngjergjit. Dhe unë ju a them haptas, dash Zoti vjen Shëngjergji më tokë që t'ja ngulja të hushtën prapanicë këtyre ushtarëve. Unë urrej artilierët izraelit që bombarduan kishën e Shëm Profirit, nën shekuj kish në Gaza. Po, ato i urrej. Unë urrej punonësit e Shin Betit dhe të policisë izraelite që ndaluan patriarkun latin të Jeruzalemit dhe patriarkun ortodoks të shkonin të falshin ditën e Pashkëve në kishën domethënë të Varrit Shenjtë, në kishën e Varrit të Shenjtë. Ndaluan patriarkun, e kuptoni? Patriarku latin ose patriarku ortodoks nuk janë musliman, nuk janë terroristë, zonë. Ato punojës të Shimbetit, ato oficerë policie, unë i urrej dhe i përbuz. Dakord? Por unë urrej shumë fish më tepër të gjitha ta ebrejnë. S'ka rëndësi janë sionistë, janë të majt, janë të djathtë, janë ladino drejtë nga Selaniku, apo janë ashkenazi nga Hamburgu, apo nga Wrocław. Unë urrej të gjitha ato që kanë ardhur dhe kanë bërë atë udhtim. Unë urrej Lordin Rothschild që na ka vjedh Butrindin. Unë urrej Lordin Rothschild që na ka vjedh Apollonin. Unë nuk jam meritant ceka që shkel mbi kockat e Hasonit, babës vet. Unë urrej Lordin Rothschild që po vjedh shtëpitë, dyqanet, baçet e banorëve të lagjes Kala dhe që ja ka vënë syrin amfiteatrit dhe kullës Torrës Veneciane. Shkojmë në Romë të vjedhi Koloseum, pse vjen Durrës, vjedhi amfiteatrin e Durrësit. Ta vjedhë ose të
të shkojnë në Pula, të vjedhë amfiteatrin e Pulës. Shkoj atje në Kroaci. Unë urrej Sorosin për gjithë kia që ka bërë, që na vodhi reformën në drejtësi, që kërkon të na i bëj çunat goca e gocat çuna në për shkolla. E urrej me shpirt që shkatërroi arsimin që tani po me ligjin e ri po akaparon edhe arsimin. E urrej se po tenton ta vjedhë naftën dhe gazin në det nëpërmjet shoqërisë San Leone. Bajni mend të zonjë, San Leone. Urrej. Unë urrej Xhafetin që ka bërë Jet Bank-un. E urrej partnerin izraelit të Abbas, të kompanisë Kajo, që do ta shndrojë Shqipërinë në bazë të trafikimit të armëve, municioneve, ndoshta dhe të materialeve radioaktive në botë. Që ta vej një vulp turpi që dhe mas 50 vjeçë thotë, ana ajo është Shqipënia që bën ato pislliqet. Këto unë i urrej. Unë urrej Shmuel Avivin, ish majori i IDF-it, ish atasheu ushtarak në Danimark. Sepse është marrë me tregti armë Shqipëria, ka fut sa krau shqiptarëve, ka vjedhë arsenalet për 2 lekë. Edhe rëshvetit do ka thonë mikro rëshvet kolonelëve dhe generalëve shqiptarë, për turp zotit. Unë urrej atë që ka kompaninë në Tara, në Malzi, që futet tjetër. Heinrich Tome, e urrej, sepse ai ka gisht në Gërdec, nuk po i hy grup depovo me majke rruga që lidh Durrësin me Tiranën këne nga Ndroqi. Sa ajo është një histori e tmerrshme, është historinë vete. Kam dokumenta, nuk flas në avall. I urrej sepse kanë bërë keq Shqipërisë. Unë i urrej dhe atë izraelitin e vitit 2017, i cili më falni se po mbi telefoni, i cili erdhi në Shqipëri me pajisje përgjimi, përgjoj politikan, përgjoj institucione shtetërore, përgjoj edhe privat në Shqipëri. Unë e urrej atë. U kap nga policia dhe u lirua, u mbyll ajo punë. Siç urrej edhe personin që tentoi të fuste pajisje për kërkim Floririn në Shqipëri, që janë nga këto commercial, janë kod domethënë, për t'i vjedhur shqiptarët nëpërmjet mashtrimit. Edhe atë e urrej zonë. Nuk urrej popullin izraelit, nuk urrej as sionistët izraelit, jo më nuk i urrej. Urrej ato që vinë në Shqipëri dhe i bëjnë keq Shqipërisë. Urrej ato majmunët shifut që do na vjedhin Nën Terezën, janë proces vjedhje, dhe do na bëjnë spital të nivelit evropian, se kanë bërë një spital në Guinea Bissau. E kuptoti, niveli evropian që kanë niveli Guinea Bissaus. Këto hajdut unë i urrej, më padisni për urrejtje, që duat shkaktoj grindje, se ka i nen të tillë nga këto reminiscencat e nenit 55, edhe në kodin e tanishëm penal. Unë i urrej ato që po na vjedhin Nën Terezën, e kam fjalën për qendrën hospitalore, i urrej, pik. Dhe bëj mirë që urrej sepse janë shqiptar dhe dua dheun tim. Mbrojtja e dheut kalon nëpërmjet urrejtjes kundra armiqve të atë dheut, ato që i kanë bërë keq atë dheut. Një lloj si ti urren çdo që i bë keq Izraelit dhe bën mirë, sepse dhe paguhesh për këtë. Tani kam edhe i këshill. Bëre gabime këtë që dole Madame Ambasadore Pelek. DCM-ja, Deputy Chief of Mission, ndonë se është një nga hasat e Izraelit për marrëdhëniet me publikun, se ka pas marrë rrogën për atë punë Ministrinë e Jashtme të Izraelit, ka gabuar. Keni bërë autogol, keni bërë autogol. Shifeni në Wikipedia se çfarë do të thotë bumerang. Këtë bumerangu. Jeni poshtë nivelit të tyre që nuk e kuptoni se çfarë është bumerangu. Keni gabuar me këtë dalje. Keni gabuar. Mënyra se si sfidoni shqiptarët është shumë e gabuar. Ju thash, hajde ta mbyllim historitë me besë e me shpëtim, se na keni bën nert mall me Levinskin. Ju jemi borxhli ne biles, jo ju ne, dhe që sot e tutje let us have a clean sheet. Ta fillojmë nga fillimi. Ju lutem mos na villni më. I kam bërë apel edhe Ana Cohen, dentistës së Vlorës, Lules së Vlorës, 80 sa vjeçë, i kam bërë apel. Ana, bëja këtë ndera dhe u tënë të dytë Shqipërisë, kontribo dhe për kombin tënd izraelit. Thuj mos vind na vjedhin më.
aman, thujmë pse shqiptarët janë durim dhej, po kur shpërthen shqiptarët, shifni më, e fillun duke shpërndar kokainë kanabis ke shkollat, dhe sot me kokainë me tonelata. Edhe janë me 4 klasë shkollë. Kush ka 8 klasë nga to është shumë. Ne me race veçantë shqiptare, qajmë shumë. Mos të detyroni të vetë mbrojni, e nderuar ambasadore. Njoftoi shefun ministrinë e jashtme të Izraelit. I ndalojnë bashkëdhëtarët që vinë vizionë në Shqipëri. Pastaj kur nervat shqiptarit është më keq se vetë anglez, që e kapën çifutin më të pasur të Anglisë, ato të jorut, dhe dëbuan bashkë me çifut e tjerë nga Anglia. Mos na villni më, ju lutem shumë, mos na villni më. Mos na villni, sidomos arkeologjinë, se unë kam pas hobi që në 8 vjeçar arkeologjinë. Mos na villni më, biles mundësisht na i ktheni dhe ato që na keni vjedhur. Ju lutem shumë zonja ambasadore. Po ju flas në mënyrën më të sinqertë të mundshme. Me zemrën në dorë, mos na villni më. Nuk janë gjithë shqiptarët Mefistofel si Rama. Nuk janë gjithë shqiptarët Faust të mirë si Berisha që bën pakt me djallin. Mos i shtini zjarrin. Në 1990, për 28 nëntor, majori Crispino Agostinucci i Karabinierëve urdhëroi ushtarit italian që ke bishti një qeni të lidhin flamurin kombëtar Shqipërisë dhe lshuan rrugëve të Vlorës. Në 20 qershor, italianët u mbyllën në fortifikata në atë që quhej Il Campo Trincerato di Valona. Kuptoni? Pse i provokoni Labrin mër? Pse prishni sheshin e flamurit se do bëjmë ne muzeun ke rruga e qifutve që i thonë rruga e brejve tani? Po pse provokoni mër? Librit atë kanë, është ngrit flamurin Vlorë, kanë ja 4 breza që krenohen me atë. Pse prishni? Pse keni lënë, e keni lënë jo, do më thënë shërbëtorët e juj, Rama dhe ajo Lalucja, që është ajo Bruna, që është kryetare e bashkisë Vlorë. Pse keni lënë si stall derrash shtëpin ku ngrit flamuri? Pse më na e boni këtë? Pse më na e boni? E kuptoni? Imagjino tani atë vendin ku u mblodh asambleja në Filadelfia që u nënshkrua deklarata pavarësisë, në Amerikë lehet si stall derrash. Sepse do ndërtohet një muze për shqiptarët e Amerikës. Pra, vendi ku nënshkrua deklarata pavarësisë stall derrash, ama muze ultramodern për shqiptarët e Amerikës. E lejon këtë Amerika më zonjë? Gjergje Nuk e aty. lejon. Mos e provokana Coheni duke shkruar asaj nga viti 94. Ju lutem mos na provokoni. Nuk la kemi borë, sidomos Labrit. Lebrit janë, se po bie ky drejt telefoni, lebrit janë shumë problematik. Durojnë, po kur shpërthejnë pasaj, ju lutem zonjë, bisedoni me prorët tuaj që hajdutët izraelit të largohen nga Shqipëria. Sot, e more vesh më i zonjë, 44 shqiptarë, gra dhe burra, shumica 9-30 vjeç u morën polici me këto call centrat mashtruese. 5 shqiptarë nga 19 deri 27 vjeç u arrestuan. 97 pajisje ndryshme, laptopra, kompjutra, njësi qendrore, leshi preshi u sekuestruan. Pronarët qifut çan ferrën. U kapën mantenxherët, pra menaxherët, po përdoret të shprehen mantenxheri shqiptar. A e kuptoni që 24 shqiptarë kanë hyrë në rrugën e Vesit për një shpërblim të vogël, vetëm se fal 1-2 qifut bashkëdhëtarë tuaj do vidhën paratë e Evropës. E kam bërë apel dhe e bëj, të lutem shumë thuj bashkëdhëtarëve tuaj, mos t'u aprishin mendjen të rinjve, grave dhe vajzave shqiptare, djemve të rinj shqiptarë që shkojnë në Ukrainë punojnë me call centra. Putini vjen nga shërbimet sekrete, ai nuk është budalla, ai është i lig. Do na i vrasi, do na i marri peng në Ukrainë, mos i çoni atje. Tjetër, ne kemi qerre problematik me grekët, kemi çamërin, kemi ato sillogjet e qelbura të Vorë e Pirit. Por ama, mos kërkoni që të hapni call centrat, villni pensionistët grek nga Shqipëria. Po tentohet të hapen call centra gjithmonë me pronar supervizor që fut për të vjedhur grekët.
veçanërisht pensionistët, njerëz jo shumë të zgjuar etj, me binary trade, forex trade, tralala e tjera. Ju lutem mos na e bëni këtë. Mos na e kalbni, mos na e fusni në rrugën e ndyr rinin shqiptare, veçanërisht atë ajkën e rinisë shqiptare që di gjutuja që janë aq të zgjuar sa ti mashtrojnë pensionistët italianë që të na japin neve kursimet. Për 2-3.000 euro në muaj nuk ja blen kur që futi vjell 2-3 milionë euro. Na ka dalë nami i helbur në Spanjë, në Itali, po, në Francë, në Gjermani, deri në Suedi na ka dalë nami i helbur që nga Shqipëria vidhen nëpërmjet Forexit. Çojmë më në event tjetër. Dhe unë po them këtë sepse mbështetem ke Kneseti juaj, që në vitin 2017 e ka ndaluar rrepsisht që të ketë aktivitet Forex edhe binary trade që janë ato në Izrael. Pra atë që Kneseti e ndalon në Izrael, qifut etnik, izraelit etnik, hebrej etnik, vinë Shqipëri dhe e zhvillojnë. Po mbushen burgjet me të rinj shqiptar, po mbushen burgjet. Punë e madhe se fitokan 2-3.000 euro në muaj. Dhe pastaj bëjnë minimumi 6 muaj burg. Si u duket pazari? Mirë është, kurse ato tujet çajnë ferrën. Pse? Se janë izraelit, shiko, mos i prek ato se ashtu është i çështja. Po ju a them haptas sop. Ju lutem shumë mos e bëni. Po ja sillin majt hunës shqiptarëve. Unë i njoh shqiptarët më mirë se janë vetë shqiptarë. Mos e bëni këtë. Informoni ju lutem shumë Ministrinë e Jashtme të Izraelit që gjërat nuk janë ashtu siç ju kanë thënë më parë. Ka i kufi dhe vjedhja që i bëhet shqiptarëve, ka i kufi dhe shfrytëzimi, ka dhe i kufi shkelja më këmbë që i bëhet shqiptarëve, ka i kufi. Nuk janë gjithë shqiptarët me komplekse inferioriteti si doktor Berisha, do më heqin non grata në sa qef. Ka dhe shqiptar patriot ky vend, siç ka dhe plot jo patriot, po ka. Dhe është i brez i ri që të marrë gjak në vetull, zonjë. Më dëgjoj mua. Ne shqiptarët kemi një ideal të parafërt me ju që futët. Që kur, jo në pak raste, kur hyshit këtë dhomat e dushit, Ciklon B, këndonit vitin tjetër në Jeruzalem. Ideali jonë është viti tjetër, një Shqipëri tjetër, jo kjo Shqipëria. Mos na provokoni, mos na provokoni. Mos njaft na shfrytzuat, njaft na vollët. Ju lutem shumë zonja ambasadore. Ju jeni intelektuale pavarësisht nga backgroundi që keni kolkoz, sofkoz nga koha e Bashkimit Sovjetik. Besoj se do të më kuptoni. Po ju a them me dorë në zemër, me respekt maksimal për kombin tuaj dhe me urrëtie maksimale për hajdutët dhe vrasësit e kombit tuaj. Po ju a them me urrëtie maksimale për to dhe me respekt maksimal për kombin tuaj. Kaq kisha. Faleminderit Gjergj. Atëherë sot po të le të flasësh ty. Dalim pak te Rama. Ndoshta ta kemi këtë temë e fundit me Ramën. Rama ngeli duke me Iranin apo si çai thotë këtë. Ngeli duke kap me Ayatollah të shkëti. Domethënë, ai tha që ishin spion rus. Pastaj tha grek. Përmeni dhe italianët, pas ka dhe spion italian në protestë. Tani u kthy prap ka Ayatollahu, u kthy prap ke këto terroristët e Mekut në Mandës, që janë pjesë e atij planit të qelbur për ta kantonizuar Shqipërinë, për të kriju shtet Bektashian, shtet Iranian, çfarë them unë, shtet Çifutistan, për ta bë llokma Shqipërinë, shtet Vorjo e Pirit, etj. Le ta shaj sa do Iranin, a ka mundësi ta shaj nga moma e nga motra Iranin, nuk ka si problem. Problemi është që ato njerëz që janë atje në shesh, nuk janë se i ka dhënë lekët Iranit. Nuk janë se i ka mashtruar Iranit, se propaganda e Iranit përgjithsisht është propagandë trash. Po them, është propagandë katundareske. Unë besoj që e njoh goxha Iranin, e kam vizituar 3 herë. Kështu që ato nuk kanë dalë as për Iranin, as se janë pagu nga Irani, as se jo. Ata kanë dalë sepse urrejnë dhe opozitën shqiptare e ku. Më mytën telefonatat. Kështu që më vjen shumë keq
Nëse Rama nuk e ka se kanë thuar atë mjellin e bardh, i kanë thonë e mjell bardh cilësor, atëherë unë mund them që i ka hyrë gamorit mrapsh, se ti je nga devolli e di këtë shprehjen të hypësh gomarit mrapsh. Se Rami ka dhe shalte gjata. Kjo ishte komentimi, ka hyrë gomarit mrapsh i ziu. Gjithmonë nuk i kanë mallin që merr, Okej, Gjergj, se edhe ty s'po të lënë me telefonata, a do të shtosh diçka tjetër apo Mos diqen. se edhe Jo, unë e mbyllim se duhet të përgjigjem se janë numra që si njoh, kjo është më e bukur. mirë Gjergj. Mirë miq, u falenderoj të gjithëve. Sot fjalën e dha Gjergjit. Gjergji komentoi për heqjen e non gratës së Berishës, për komentin e ambasadoreshës izraelite drejtuar shqiptarëve në Facebook, edhe për Ramon që është bërë si punë e Don Kishotit që i shpall luftë Tiranit. E mbyllim këtu bisedën dhe vazhdojmë ditë tjera. Gjergji, faleminderit. Faleminderit juve. Mirupafshim.